Ka nisur punimet për riparimin e trotuareve në bulevardin Skënderbeu në Shkodër pas dëmtimeve të krijuara ndër vite. Institucionet përgjegjëse kanë ndërhyrë për rehabilitimin e trotuareve, të cilat prej kohësh paraqisnin probleme si pasojë amortizimit dhe dëmtimeve të vazhdueshme. Qytetarët e vlerësojnë këtë ndërhyrje si të nevojshme, duke theksuar se trotuaret e dëmtuara vështirësonin lëvizjen e këmbësorëve dhe krijonin shqetësime të përditshme. Me ta thënë drejtën kena vujt 30 vjet. Që së marrë kush me to, problemi është që shqyqër zotit mund një knasi. Ty kanë edhe pak shumë i profesionit, nërtimit e ke pasysh, unë një knasi kur isho ty punu kaq. Po si së është i të mëzoshme më të mosha, për na i kjo është të tonve. Dje kur i këna thonë, dashme po se si është tjetër shifjo borën, jo shpinë mrena. Kur të keno borën më regull qona, trotuari, rrugë është të tonë Shkodrës. Shumë e nevojshme. Mirë bojnë, po mirë është me i morë marë, jo një këtu një ati. Ja ma që i bëhet edhe për popullatën, edhe për si kanë dalë dheja si për e këta. Ashtë e nevojshme edhe aja të i kry tana, do t'i ka dysin e ta tash një ka një marrin me rralë. Ja, ka nevoj, ata derisa i shofin, i heri shofin. Ata që drejtojnë atë në bashki, ata i shofin. Atër shkojnë me rralë. Punimet pritet të përmirësojnë sigurinë dhe kushtet e lëvizjes për këmbësorët, ndërsa banorët shpresojnë që ndërhyrje të ngjashme të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit.